Më folni çik për njerëzit. Për kish laqet janë njerëzit e mirë. Ju hongsha syrin, janë njerëzit tot mrekullueshëm. Ju hengsha zemrën unë atëherë. Përshëndetje. Më pse gjithmonë më para kamerës, flisni pas kamerës, vetëm më thuaj cili fshat është këtu? Gjadri. Gjadri. Është fshat i madh apo i vogël? Ka probleme këtu? Jo, s'ka. S'ka probleme. Nuk ekziston një vlerë kaq e lartë dhe hynore si drejtësia. Dhe kjo është vlera më hynore që ne kemi në vendin tonë, drejtësi mo. Nuk e di pse jam shumë e lumtur që kam ardhur sërish në fshatrat e Lezhës. Do futemi në qendër sepse pash njerëz këtu nuk më folën zonjat. Unë është ere parë që vi në fshatin Gjadër. Unë quhem Diona dhe bëj një emision për fshatra. Ata që më ndjekin nuk më duan, edhe unë visht më doni ju kur takoj. Vajza shumë bukur të lezetshme, mirë se keni ardhur në Gjadër. Mirë se ju gjeta. E para që unë pyet se është si janë njerëzit aty. Si janë njerëzit këtu apo aty? Aty kur shkojnë në për fshatra dhe si janë këtu kur vinë në Gjadër. Këtu njerëz janë krejt mrekullueshëm. E vërtet? Nuk më duken më të mirët në botë se ti mu fshehe aty. Si ju një deputetve moj kur ju vinë. Hajde. Hajde. Deputet, jeni për pyll tuj më. Përdo? Jeni për neja, unë pa pension jam. Do më prit Edhe pak. nima s'm kanë dhënë, edhe s'do më Nuk japin gazetarë ndihmë. Ja, do për shembull do m'japësh një kafe tek shtëpia. Jeni mik pritës? Po hajde në shtëpi. Si ke bukur. Ke mirë. Ke djalë beqar. Po jo i kam të martuar. Ku të gjejmë? Vaj se ka boll tash. Nëse po m'pret zotria. Ta shkoj herë se ke flet bukur. O sa bukur flet. Do me thënë, njerëzit janë të mrekullueshëm. Shumë Po thoja pak më parë se u futën ato zonjat aty, u futën sa në panikën e thash, më duken njerëzit e vranët këtu. Por e ndryshojmë atë mendimin kur i takojmë njerëzit. Këtu njerëz janë mrekullueshëm, ose shif ndaj person, ndaj individ që mund të ketë ndaj halla, ndaj problema, ndaj gjendje gripale si puna jeme për Kem shembull. diçka, të gjithë kemi halle, por paktën kur përshëndesim, ne jemi shqiptarë. Ma është kulturë që duhet me akthy përgjigjen aty tjetër. Më trego pak. Po, Më trego pak për këtë fshat. fshati është shumë i mrekullueshëm, jena banor të fshatit. Ku do me na Është fshat i madh, i vogël. fshat i madh, normal, shumë i madh. Rrethon bujësia, është aeroporti rreth për qark. Me thënë ju me bujqësi jetoni më shumë. Po normal. Po emigracioni. Emigracioni pa diskutuar, emigracioni është baza kryesore me fjalë që na marr në kam. Ajo që shikoj në pamje të parë është dhe infrastruktura. Rrugën e keni shtruar dhe të mirë. Rruga e mirë është. Nuk mund të themi se shumë e mirë, se mund të ishte bërë dhe më e mirë, po të ishin ato investimet të ishin menaxhu në mënyrën më perfekte. Por, në krahasim me fshatrat e tjera, do keni pasur ndonjë mik të mirë që ja kanë menaxhuar pak më mirë se tek tjerat. kuptova? Është punu, në përgjithësi është punu. Asfalti është, qanat janë normale, të shme punu duhet, ne duhet të punojmë, të jetojmë, si thënë, më betit. Kush janë më të mirë, burrat apo gratë? Gratë më të mirë. Kush punojnë më shumë? Gratë punojnë më shumë, me thonë drejtë. Shumë mikpritës janë? Janë edhe Do mikpritëse. ta shikojnë nëse do më futin në shtëpi apo jo. E ke burnesh, e ke mos e kjo.
Kjo është artiste kreze, po bën Për zotin t'ju them të vërtetën, e di pse kam ardhur sërish në Lezhë, kam qenë në një fshat në Tresh. Po. Dhe e kanë ndjekur shumë e kanë ndjekur shumë fshatin atje dhe ndaj më bëri përshtypje thash, ok, po shkoj sërish në fshatrat e tjera të Lezhës për të parë edhe fshatrat të tjera dhe për te shakas që unë bëj, shikoj realitetin aty, se sa të lënë jashtë vëmendjes janë këta njerëz, në investime në të gjitha. Investime këtu janë të bëjmë investime. Uj, ka uj pishe? Tash me probleme, janë qalojnë këto gjana, ka defekte sa dush, me thonë të ujës pishën është problematik me folë realitetin për momentin, gjithë kjo thatine madhe gjithë. Nuk janë menagju mirë këto investime që janë bëme me folë. Do të bjem drejt muhabetit. Po të ishin menagju e ujësio si rruga njëna tjetër, të ishin ato tendrat që janë hedhë, se kanë arë tendrat. Po të ishin menagju mënyrën ma... Jo, tenderat kanë bërë ata edhe nuk kanë marrë asnjë lek, i kanë investuar gjitha. I kanë investu për normal. Normal se... Kanë putë në ishë në qep. Po ku din, se mos u ke... Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Dhe uroj gjithë të mirat e të shkuara. Deri marrë pika i kafe e të në gjëdër, i të në qener. Në qendër do vi në qendër, se unë pi dhe raki. O të baftë mirë. Të më presësh atje? Unë nuk e pi rakin, Po s'pives. Kafe uj. S'pim bura këtu raki? Ja. Gratë e pin. Më mirë gradë. Me bukur? Po, shumë e bukur je dhe sy ti ke shumë të bukur, i ke si mami. Vetëm kaq më thuaj, ujin e keni me orar këtu? Hajde shefe ujtin ti, pis. Hajde shefe të shtëpia. Se Hajde mos e ujte. ke djalin brenda? Jo, se kam djali, hajde. Duke sa të shkojmë të shikojmë ujin, më fol një çik për njerëzit. Për kish laqet janë njerëzit e mirë. Ju hongsha syrin, janë njerëzit tot mrekullueshëm. Ju hengsha zemrën unë atëre. Na sidem E televizor shkosaj sonde. Miriam? Nuk do të të nxjerr në televizor, do të nxjerr vetëm në telefon. Jeni dhejt në kështë. Vetë pra? Ja. Mori një, mos më shqit Dhe më pra i është- në televizor. Po do të nxjerr moj se je shumë e mirë dhe unë i dua shumë gratë. E kupton? Nuk dua burra, dua gratë. Aj, nush! Nushi ishte kjo këtu? Ajde se shkojmë, shisja ujti. O për kish laqet, shisja ujti. Erdi dhe qaj mirë. Ashtë i pisë, ti ndotur. Sa i pisti, ja, pasha, zotën e Sa ujpi. orë në ditë të vjen, më thuaj pak. Ja, ujtin e kena mirë, i pagujmë E lek. keni orar? Jo, me orare kena. Çfarë orari ka? E kemi mjes më 6 deri në 9. Edhe mas dite, zi qarë Por ky që vjen ashtë i pa pishë? Për zotën e blejmë se... Për të pirë blini. Jo, i tu e kena pina se i na bon. Ka fituar imunitet trupit. Po, ishte për zotën. Po jo edhe ja këto s'më pëlqejnë mua, e paguani ujin edhe nuk e meni të pasër. Tani në qik ata duhet ta vënë dorën në zemër, se Kemi për zotën, e kena artistat, Kë, kryetari e atë bashkisë. Pierinin, e kena artist pasha. Unë ka Pierini me, është njësi administrative këtu. Sa, Pierini u shikon shumë nga larg nga dritarja. Jo, Jeni maj. kërkon sa për të... Jo, no, nuk vota. fërkan, aja është i drejt, aj. Është i mirë? Aj I mirë. drejt. Ku ka drejt sot aman? Se s'ka? Janë kështu. Të drejt kështu. Se drejt. Po hape moj derën të na e bësh tamam. Ki qarë vajzë është yllë, Më i marrë ta yllë. Unë? Ku na ke parë? E, E shikoj që më ndjek në YouTube E, aja. për zotë ti ke kene dhe herë shpiteve. Jo, në shpinë të Për Andrea. kish loqet ke kene vjetë. Jo, nuk kam marrë në një gjadër. Ke kene edhe ju Unë nga Korça, më ndjek në YouTube. Eh? A, të keqen unë e shikon? Amire, Thuaj që kja me mira po ja. Jemi.
Nuk të gënjeva. Si e njerë, mirë se të gjeta. Faleminderit. Të më dalësh vetë në YouTube im. Që sot i Sa mi që takoj vetëm zonja. Ne me vërnesh. Çako? Jo, vaj, dalim një topë. Çako bikja? Çako, ti ras blokua. pashojmë. Po më kam lek me mrena. Do të vëj zemrën në ty, do të vëj zemrën. Do vëj zemrën. E, po tani do ta bësh bukur apo jo? Sa morëm telefonin tan. Të s'na morëm telefonin tan. Ha, moj. Mora, bona. E beret mirë? Panzire një? Çeve, a futi kot kjo. Kotja futi. E mos më rri kaj serioze, se më mërzitem kur më rrin kështu serioz. Me plau. Ja, si e plakët të vrava, je e re. Niko, ku zoti me gjet tash ata, ku mi gjet fotat pret pa. Jo, je këtu në fotot, këtu. To. A, A jemi to. i tu. A jemi to. I tu, pra, i tu. Çako me kjo sot më bën thu për i valve? Jo, në tjetra, në tjetra. Bën të dy jam. A pa Po ti ke bër vetë sende. Ja s'ja bën atë shën. Për zotin po, ka për selfie. Ka bë vetes. Janë të mirë si që thana, po. Janë të mirë njerëzit këtu, Aha. veç se gjendja ekonomike është shumë e dobët, për arsye se këtu s'ka punë, e rinia ka nik. E kush është arsimtare, e ka i shkollë, mëson fëmijët atë, kush se ka i ka marrë rrugë të kurbetit. Edhe ç'a me bë? Pa ujë, pa drita. Drita, s'ka drita? Na s'kena drita, kanë ardhur dritat parmramit, kanë ikë në ora 10, e kanë ardhur dje në ora 12. Si ka mundësi mos ka drita? Tu na u prish. Prish qumshti, Të gjitha. u prish kosi. Tana që rrin fresk, gjalpi, tana që rrin fresk, kështu. Jo ngrimje. Po si do që ti Po. e gjë tani mbajtë Tu në prish, frigorifer. më nai ka që kam hill sallamin, se mujta me hangër. Prish, ngrish. Tu, ty. Kjo është shumë për të ardhur keq. Është fshati i As më parë lash, që dëgjoj që s'ka As më drita. lash vezën mren, as më lash sallamin mren, as më lash i gjam mrena. Drita ka, po fiken. Na ikun dritat moj vajz. Na ikun dritat, kur trin dritat 6 orë pa ardh, qa pret për tyne? Qa pret? Kan ik dritat, lene më herë kan ik dritat 10 të darkës, e kanë ardhur në nesër 11. Qa u ngri, qa u shkri, qa u bon zia të mrena, gjithçka. Prishën gjitha. Prishin me gjitha, më të marë frigat është na vinë fëmija, për pushime. Qa do vinë? Ku do vinë? S'ka kondicioner, s'ka ujë, s'ka. Unë kondicionerin kam 2, po pse mi pas? Pse mi pas? Ama në ku se hargjej dritat, ama në ku se s'ka drita. Po çfarë thona? Jeni keni Nuk thot kërkush gjë maj motër, maj vajz, se të kam vend vajz, se kam vajzën teme më të shta. Por nuk... Edhe kam faj pastaj që ikin rinia, e thon pse u larguan e Se u largun rinia, pra, rinia u largun. Po s'ka punë për rinin. Pse largun? Kush? S'ka punë, Të rrin po, 7 rri 5-6 orë një aty në balkon. S'ka lën një çuni ri. S'ka lën një. Jo, unë shkoj në shumë shatra dhe është shumë vështirë të gjesh të Ha, rinj. s'ka. Është për As të ka ardhur vajza, keq. as ka tonë mosha ju i kanë ikë krejt. Ja do iki dhe unë. Jo, ty Po, sik, si gazetare, ti s'ke nuk Tiki. E merr një rrugë, po, kanë shqyqër. E merr rrugën, shqyqër Në zoti. Marokën po punoj nga mëngjesi deri në darkë, se është vështirë. Po, e di. A del në Tiranë që të bati? A ma mirë burre si gruja si del ti? Burr, nuk duam burr. Tham gratë, shqyr që takova vetëm gra në një fshat, ha? Edhe gërbe edhe burrat. Unë po largoj me përshtypje shumë të mira. Ah. Jeni fantastika. Edhe më bëni të ndjej mirë. Me kam jo mirë, të mëllim shumë. Po ti, Mirja, mja herë e parë që po vi këtu në fshatin tuaj. sa bëllë Vera mirë që erdha? po mirë dhe bëllë mirë, po A ka si janë po njerëzit pëlqen shumë. Mirë, shumë të mirë. Jetoni me vështirësi apo? Vështirë është bërë, varfëri është bërë. Me hope. Varfëri jo vetëm nga ekonomia, po dhe nga zemra, s'ka. Ka zemra unë jam vetë, unë si më shef unë shkruan. Ku i ke fëmijët? As s'kam fëmi. Okej, motra vlezër ke? Po, motra lezën. Të paktën ke. Motra, kam një motër. Kam Çfarë ke punuar nje? Mielë të lopsh.
Të mirë lopë, ka 20 kren lopë, në nande, 20 në dagë, 60 kren lopë. Ka 2 kintal të amel të i zjerë me dorë. Dhe 150.000 kam pension. Keni vuajtur shumë atëre dhe ai pensioni modest që ka dalë, po të paktën të kesh shëndet. Atë të lumë goja dhe të i pash shnetë të tanat mira të i qovë zotë jara. Të lumë të goja dhe faleminderit që më qëndroni dhe ndihem shumë mirë kur ju takoj. Je shumë e mirë. Te ki vojzat mirë më rozë. Faleminderit. Rujtë zoja shajti. Gjithë mirat edhe Kujdes makinën ka të hesë një shpirë. Faleminderit. Sa të mira janë. Kujdes, kujdes. Ku të thon sot kujdes, sot të thoni kthe fshafën. Jo. Për zotin kështu thon. Po. Njerëzit. Jo, ata që thonë ashtu theshin vetë. Shëndet mirë. Mirë për zotin. Shëqyr zotit. Unë kam ardhur këtu në fshatin Gjadër. Po. Më thanë që është fshat i keq këtu. Jo e kesh, po pse është e kesh e mirë? Se di kështu më thanë, thash vetë ti pyes njerë vetë. Jo, fshati mirë për zotin. Çfarë ka të mirë? Kultur, Aha. fshati orë të rregullt, hallëzi jena. Si gjithna. Po, gjithë populli shqiptar, hallëzi është. Pak të zemrën e kemi të mirë. Zemër vjore, Maroku. Hajde në çik me këtë. Më të mirë se të tjerët, këto fshatrat e tjera keni? Po, tash, gjithë se cili, Se zemrën aq të mirë se keni, se s'më thanë hajde pi kafe. po hajde se po pim kafe, hajde pim bosh. Po maraki. Po këtu më shumë punojnë gratë apo burra? Të vërtetën. Vërtetën, më shumë burrat. I mbani mirë gratë me. Po, gratë, po. Nuk i lodh. Jo. Bravo i qofshin keni A burra. gruaja vek le shtëpi krejt, komplet. Gruaja mos shtëpinë. Për te shakas, me çfarë të ardhurat që jetoni këtu? Bujqësinë vetëm keni apo dhe emigrimi? apo- Zotën bujësia bukur pak tash, është se nuk kanë marrë emigrimin, janë ikë të thonë. Ja, kanë mjetë pjesë e floka këtu. Pse quhet Gjadër? Për zotër nuk e di pse quhet si gjatër, se jam nga Trepoja, kom ra tash, një vit kom ra këtu. Edhe nuk e di vetë. Me tha një vit keq ka ardhur këtu duke fshati mirë. Po. Kjo ka rëndësi. Çfarë? E ju tropojona të mirë jeni kështu si njerëz. Mirë Po të. jeni ca ju që Jena mirë, zotër. të ruaj shëndet. Jeni Faleminderit pini që kafe. fole. Jo do ikim se do na presin edhe njerëz të tjerë. Hani, respekt. Shumë beqar ka këtu. Sa dush. Okej. Shëndet. Pra thash që ta mbyll fshatin Gjadër, po e mbyll këtu. Ja ku e kemi edhe fshatin Pamje. Beqar ka sa duash, që kam njerëz të mirë, zemrën e kemi të mirë thonë, po varfëri. Okej, varfëri gjithë jemi ne si popull, por të paktën jemi jo të gjithë. Check the mic and make sure it sound right, boys.